Moika kaikille. Tässä videossa opiskelemme ammatteja. Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do të flasim për profesionet. Ammatit janë do të profesionet, le të fillojmë. Lääkäri është doktori, sairaanhoitaja është do të thotë infermiere, lähihoitaja është do të thotë ndihmëse e infermieres, hammaslääkäri është dentist, opettaja është mësues, poliisi është polis, palomies do të thotë është zjarrfiks, siivoja është pastrues, lastenhoitaja është do të thotë kujdestar i fëmijëve, vartija do të thotë është drejtor, maalari është do të thotë piktur, putkiasentaja do të thotë është hidraulik, sähköasentaja është elektricist, kuljettaja është shofer, automekaanikko është do të thotë automekanik, autokoulun opettaja është do të thotë instruktor i autoshkollës, eläinlääkäri është do të thotë doktori i kafshëve për shembull e kështu me radhë. Huoltomies do të thotë huoltomies është punëtor mirëmbajtje, esimies do të thotë është menaxher, kokki është do të thotë kuzhinier, tarjoilija do të thotë është kamarier, leipuri është do të thotë forrazhi ose bukpjekës, myja është shitës, kosmetologi do të thotë kosmetologi është kosmetolog, kampaja do të thotë është parrukiere, parturi është do të thotë frizer, ompelia do të thotë ompelia është rrobaçeps ose rrobaçipse, farmaceut është farmacist, maanviljelijä do të thotë është fermer, puuseppä do të thotë puuseppä është zdrojtar, pankkivirkailija është nënpunonjës do të thotë që punon në bankë, rakennusmies është punëtor ndërtimi, varastomies është magazinier, do të thotë që punon person që punon në magazin, në depo. Puutarhuri është do të thotë person që kujdeset për kopshin, kopshtar do të thotë. Okej, vazhdojmë. Kirjastovirkailija do të thotë është nënpunon që punon në bibliotekë, näyttelijä është aktor, lääkimies do të thotë është avokat dhe sihteeri është sekretari. Faleminderit që shikuat këtë video dhe shihemi në videon e radhës. Moika.